Një skemë e dyshuar mashtrimi me vlerë mbi 2.2 milion euro ka çuar drejt gjyqit 6 persona dhe 5 kompani në Tiranë. Në qendër të hetimit është kompania Tibo dhe një rrjet shoqërish të lidhura me të akuzuara për mashtrim, pastrim parash dhe fshehje të ardhurash. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për një nga dosjet më të rënda financiare, duke dërguar në gjyq shtetasit Ardant Mahmuti, Blerina Kapaj, Blerina Kota, Mirena Guri, Mirgen Zaçelari dhe Saimir Gora, si dhe 5 shoqëri tregtare. Sipas hetimeve, gjithçka nisi pas kallëzimit të një shtetaseje, e cila pretendon se i ka dhënë 2.2 milion euro hua njërit prej të pandehurve, me qëllim investimin në një projekt teknologjik për transmetimin e eventeve sportive, përfshirë ndeshjet e Serie A. Por, sipas prokurorisë, kjo marrëveshje nuk u respektua. Parat nuk u kthyen dhe dyshohet se u përdorën në mënyrë të kundërligjshme, duke u shpërndarë në disa kompani të lidhura mes tyre, përfshirë Tibo, Tibo AL, Tibo Communications, Magoware dhe Oversport. Hetimet zbuluan se kompanitë kishin kapacitete financiare për të kthyer borxhin, por kjo nuk u bë. Përkundrazi, dyshohet se janë kryer transferta të shumta të pajustifikuara, shpesh jashtë sistemit bankar dhe në kesh, me qëllim fshehjen e origjinës së parave. Ekspertiza kontabël ka nxjerrë në pa edhe shkelje të rënda fiskale, përfshirë fshehje të ardhurave dhe mospagim të taksave. Për prokurorin, të gjitha provat tregojnë se kemi të bëjmë me një skem të organizuar mashtrimi dhe pastrimi parash. Tashmë pritet që gjykata e Tiranës të shqyrtojë çështjen dhe të vendosë mbi përgjegjësinë penale të pandehurve.